Një tjetër natë tragjike për civilët në rripin e Gazës, ku të paktën 11 persona mes tyre edhe 3 fëmijë të vegjël humbën jetën si pasojë e një sulmi ajror Izraelit në kampin e refugjatëve në Han Yunis. Agjencia për mbrojtjen civile në Gaza njoftoi se bombardimet nisën në orët e para të mëngjesit dhe goditën një banesë familjare. Sipas zëdhënësit Mahmud Basal, 8 nga viktimat i përkisnin të njëjtës familje, përfshirë 2 fëmijë 1 vjeçar dhe një foshnjë vetëm 1 muajshe. Ushtria izraelite deri më tani nuk ka dhënë asnjë deklaratë mbi këtë incident. Sulmi është pjesë e ofensivës që rifilloi më 18 mars, pas 2 muajsh armpushim në kuadër të konfliktit të zgjatur me Hamasin të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë autoritetet në Gaza raportuan të premten për të paktën 42 viktima të tjera në rajone të ndryshme të territorit. Situata humanitare në Gaza është përkeqësuar ndjeshëm sidomos pas datës 2 mars, ku Izraeli ndaloi hyrjen e ndihmave humanitare si mjet presioni ndaj Hamasit për lirimin e pengjeve izraelite. OKB ka ngritur alarmin për rrezikun e një urie masive dhe ka kërkuar heqjen e kufizimeve sa më parë.